Kemi nga Gjermania, nga Düsseldorfi, Danja Bonon, një gazetare shumë të njohur në Shqipëri, po që edhe ajo, si fëmijët e tu, iku në Gjermani për një jetë më të mirë, dhe kam kënaqësinë ta kem tani Danja Bono. Përshëndetje Danja. Përshëndetje Roland. Po ku je më Danja, ku je? Momentalisht në një park shumë të bukur në Oberhausen, jemi 24 gradë në Gjermani. Kohë e pavarshme për të dalë, për të shëtitur. Tani na thy një gjë tjetër të mirë për Gjermani, mos ta thoj për motin se këtë na e lënë të Shqipërisë njëherë. Kështu na ka marrë malli një herë, ti një për gjithë ata që nuk e majnë mend ose nuk e njohin, Danja Bono ka qenë një gazetare nga më të mirat në Shqipëri, drejtoreshe e Balkan Webit, agjencisë lajmeve më të madhe në atë kohë kur e drejtonte Danja Bono, ishte kështu fuqi bërthamore në media shqiptare, por unë e riktheva Danjën pikërisht për të bërë një bisedë për votimin e diasporës. Danja, ti ke në shtetësi gjermane? Unë jam në proces e sipër për në shtetësinë gjermane, për disa muaj më ta marrë. Po, tani ti ke votuar apo jo? Unë nuk kam votuar, por profesorët im votoj direkt. Pasi mësoj procedurat, aplikoj në FSZ, në website, i erdhi një zarf iman, pas një shpenzim, domethënë, ai vendosi kryqin atje ku dëshironte, nuk e pyeta, dhe ripostoi sërish zarfin. Po mirë, tani votoi bashkëshorti juaj, po tani ti si gazetare, ti nuk votove? Kjo është një pyetje shumë e bukur, Roland. Unë isha në një dyshje shumë të madhe, dëshiroja shumë të votoja, edhe pas ndoshta disa pak domethënë fushatën, në dyshja ime më qëndrova të në tonë në gri, nuk vendosja dot, realisht. Danja më zgjinjeve, Danja. E di dhe unë kam prënjur me mishë të mishë të kandidojnë realisht, edhe dora shumë votën të ajitje, por nuk e di Roland. Shumë bashkëshorti nuk hezitoj as pak. Po, okej, e ka përzim këtej, -1 Danja Bono se ti nuk ke një vot, ti je një opinion, se unë nuk e di me qa meresh në Gjermani, meresh me media apo jo? Jo, nuk merrem me media, absolutisht. Unë vazhdoj të më thënë në sektorin e mësuecisë, sepse unë kam mbaruar gjuhëletërsi në Shqipëri, në fakultet, dhe diploma ime njihet si bachelor këtu. Tu gjuhëletërsi shqipe njihet atje në Gjermani? Po, sigurisht, diplomat ka një njohje që bëhen nga ministeri në këtu, nga ministri. Jo, nga habit këtu se ti nuk ke mbaruar inxhinieri, po gjuhëletërsi shqipe si njihet në Gjermani, se kuptoj këtë unë. Atëherë, ka kredite të veçanta, të cilat gënjohin e lëndëve, dhe diploma ime, dhe më thënë njihet si bachelor. Me studime të vazhdues të 2 vjeçare, më të marrë një master. Okej, Danja, tani na thuaj, si është interesi shqiptarëve aty në Gjermani për votën, për votimin? Atëherë, interesi është, nuk di si ta shpjegoj më saktë, fakti është që interesi ka qenë shumë i madh, po më shumë nga shqiptarët të cilët janë të përmalluar për Shqipërinë. Pjesat që kanë emigruar prej 2-3 vitesh, me ata të cilët kanë folur, shprehen shumë konfuz dhe të lodhur. Pasi i pyeta nëse kanë votuar, më thanë, jo, jemi shumë të lodhur me situatën politike në Shqipëri. Po, e kuptova, kur je lodhur ti dhe nuk e votuar ti, imagjino tani një gazetare që nuk ka votuar vetë, pyet të tjerë, pse nuk keni votuar ju? Kjo është e bukur fare. Jo. Danja, ka marrë Ben Meçe në studio, besoj e kujton. Po. Dhe ka diçka për të thënë. Tani po bëj çik debat me Landin unë, sepse është një situatë shumë bulizuese që Landi po e bën atrestate. Se Landi të thotë ti duhet votoje, dhe fakti që nuk e votuar, domethënë nuk e bër detyrën. Në fakt unë që parë thash gati 10-15% e diasporës son po voton, ose ka shpreh interesin, sepse dhe kjo duhet lexuar mirë. Në qoftë se në Shqipëri ne kemi këto nivele të ulta të votimit, kjo tregon që qytetarët vërtet janë të lodhur. Sepse situata nuk është optimiste, situata është tani të rrjedh si të rrjedh. Dhe në këtë vështrim, edhe gjykimi i asaj sasie jo të vogël intelektuale, se është një paket jo vogël intelektuale, dhe
flasim me një intelektuale të nivelit sipëror në kuptimin e mirë të fjalës, sidomos në prezencë publike. Se unë se imagjinoj Danjën tip që edhe pse nuk është në media atje në Gjermani, që të mos jetë informuar. Në Shqipëri është figurë është figurë e njohur në Shqipëri, sepse ka qenë historikisht prezente. Ka ligjigjerë që janë shumë më të mirë se unë, po fatkeqësisht nuk janë në media. Dhe ne pa dashje bëjmë publik duke qenë media, duke qenë profesion. Tani për Gjermaninë, çfarë do t'i thuash Danjës? Çfarë t'i them, ajo e pasqyroi në mënyrë më të përkryer atë që sapo e diskutova dhe unë. Sapo e diskutova. Duhet të thënë që ju me drejt thatë vetë për një cilësi më të mirë jetese. Unë nuk e shoh për një cilësi më të mirë jetese, sepse kemi të bëjmë me një egoiste perfekte. Egoiste, jo, unë ndjej vetët e vetja ime, unë jam egoist për profesionin tim, dhe jam në kërkim të... Unë bashkojmë opinionit tuaj, sepse jo të gjithë ikin për një jetë më të mirë, njerëzit arrin një moment kyç në jetën e tyre që duan të sfidojnë veten. Tu më dil, se këtë do të thoja. Ikja e familjes time, për shembull sepse bashkëshorti im është inxhinier, dhe unë po kështu të më thënë në rrugë me gatikarist, ishte thjesht një pikë kur ne sfiduam veten. Dhe tham, okay, në Shqipëri e arritëm, çfarë mund të bëjmë diçka më shumë? Për veten dhe për fëmijët. Me goditur, dhe kjo ishte që unë nuk e gjija dot fjalën, po gazetarët e gjejnë sfidë ndaj vetes. Sfidë. Unë sinqerisht e këtë ndjej te fëmijët e mi. Unë ja kisha garantuar të gjithë cilësinë e jetesës në Shqipëri aty dhe prandaj thash që nuk ikëm për atë punë. Por kur shifja shkallën e lartë të intelektualizmit të tyre, isha unë që i nxesja për të larguar nga unë. Dilja mbi egon time për t'i patur fëmijët, por ju thoja, ju tashmë duhet të jeni në një terren tjetër ku të masni forcat dhe të shpërtheni atë që vërtet ju jeni. Danja, kam një pyetje të tillë. Tani Gjermania ka 2 shtetësinë. Po pikërisht dhe prandaj unë hezitova që të merja në shtetësinë gjermane më përpara, sepse me ligjin e mëparshëm nuk lejohej 2 shtetësia dhe unë nuk dëshiroja në asnjë mënyrë të nishja dorë nga në shtetësia shqiptare. Dhe për të arsye prita deri në ligjin e ri dhe tani jam në proces të tip për të marrë në shtetësisë gjermane që mund të gëzoj dhe atë shqiptare dhe atë gjermane. Tani, ka ndonjë komunitet të organizuar aty në Düsseldorf dhe në Gjermani që të jenë në kontakt? Ka disa komunitete. Shqiptarët janë shumë të organizuar landi. Shqiptarët e gjenë njëri tjetrin përmes rrjeteve sociale, përmes takimeve, ka shoqata të shkrimtarëve, ka shoqata të rinjve, ka shoqata politike, ka shoqata të biznesmenëve, ka shoqata të infermierëve, të mjekëve. Domethënë, shqiptarët janë organizuar sipas profesioneve të tyre dhe janë të mirë integruar, mund të them, në Gjermani. Janë mund të them komuniteti që përpiqet të integrohet dhe nuk heziton të integrohet, krahasuar me komunitete të tjera që kanë emigruar në Gjermani si pjesa e lindjes së mendshme. Unë e krahasoj gjithmonë me ata sepse janë pjesa më dërmuese e emigrantëve nga Afrika dhe nga lindja e mesme, janë pjesa dërmuese dhe shikoj shqiptarë që janë vërtet europianë dhe vërtet të integruar. Tani, shqiptarët, okay, ju e thatë këtë, po janë të lidhur me Shqipërinë, Danja, në atë formën që ata të arrijnë edhe të votojnë, sepse kjo ishte edhe era e parë dhe ishte një gjë e bukur, sigurisht për herë parë voton diaspora dhe jam i bindur që në zgjedhje të tjera, qoftë edhe se nuk e di se si mund të votojnë për zgjedhjet lokale, por zgjedhjet e përgjithshme mbas 4 viteve do ketë një mënyrë tjetër. A mungon fakti që edhe pse votojnë nuk kanë përfaqësi. Pra, nëse komuniteti shqiptar në Gjermani do kishte 1 apo 2 deputet në parlament, besoj do ishte një gjë më e bukur tani. Landi është një pyetje shumë e bukur. Unë personalisht njoh një kandidat që po kandidon për deputet në logon e një partie të vogël nga Düsseldorfi. Është një personalitet shumë i nderuar, zoti Eduard Kaca. Është një lektor në universitet, një përkthyes, një personalitet shumë i nderuar për shoqërinë shqiptare, komunitetin shqiptar dhe atë gjerman në Düsseldorf. Ai për vite shkon të diplom në Shqipëri, politikisht kandidon në logon e partisë të Votit Llafaj, Shqipëria bëhet. Dhe për ato do ta jepja votën në shumë dashuri, duke njohur Eduardin, por logoja e partisë dhe shtansit se sa janë
shati për të futur në parlament do të ishte ndoshta edhe një votë e hedhur kot, mendimi im, është diskutimi me gjithmonë të mendime personale. Ne e dim nga eksperjenca se sa fuqi kanë partitë e vogla për të kaluar pragun. Po, dakord, okej për këtë, Danja, po i bie që ju të vendosni për jetën tonë këtu, ju aty në Gjermani? Okej, për jetën. Po pse mos vendosim landi, por derisa unë për shembull personalisht kam paguar 20 vite taksa në Shqipëri. Posedoj një pronë në Shqipëri. Vi me pushime në Shqipëri. Ndihmoj në nëntime në Shqipëri që jeton ekonomikisht. Përse të mos jem unë ajo që mund të marrë, domethënë të vendos me votën time për situatën politike në Shqipëri, për qeverisin e mëtejshme. Sepse përderisa gjysma e jetës time ka qenë në Shqipëri, atëherë unë kam të drejtën e plot ja verdiktin me votë. Apo jo? Sa vjet bërë në Gjermani, Danja? 7. 7 vjet. Por do të thoja, landi do të ishte ndryshe për fëmijët e mirë. Nuk e di se sa mund të jenë ata të integruar në situatën me jetën politike shqiptare që ata nesër të kuptojnë. Kjo do të ishte një pikpyetje shumë e madhe për mua nëse ata të kishin në gjendje të zgjidhen dhe të votonin, sepse të zgjedhësh politikisht të vendosësh me votë do të thotë që ti të ndjekësh situatën politike të përditshme, domethënë në vendin landi do ndryshë tani. Do të është një moment interesant në këtë rast. Zoti Meçe, po përpara se të jap fjalën, unë do prezantoj, kam një mik të veçantë që mik Facebooku, po se kam takuar asnjëherë, unë e kam ftuar sot në studio, Namila Pardhaja. Falenderoj. Edhe Danja do thoj që kam ndonjë një mik. Edhe Danja? Danja, Namila Pardhaja në studio. Përshëndetje Naim, përshëndetje. E pasi niftuar gjithë diasporën. Po, jo, e kemi këtu zotin Lapardhaja, po të falenderoj dhe të bëj një kompliment. Domethënë, unë të kam ftuar këtu dhe besoj edhe shumë kolegë do donin të kishin për ato shkrimet e tua pikante, gjithë mendim, gjithë originalitet dhe bravo e madhe për gjithçka që ti bën. Unë nuk të njoh fare në pjesën tjetër, po mjafton ajo që ti shkruan, sepse ne jemi se si shkruan. Tani këtu i bie ta mbyllim emisionin. Jo, do flasim për zgjedhjet e po. Penë analitike dhe shumë intelektuale. Shumë faleminderit. Dhe këtë po ta thot Ben Meçe s'të bën shumë kështu, ky të vë 4 deri në 5 thotë dhe po fol edhe herë thotë mund ta vë 4. Jo, po është vërtet për vlerësuar sepse shkruan shkurt, shumë qartë, edhe me një analizë shumë thellë brenda. Tani me qenë Danja Bonën, tani çfarë mendimi ke për shqiptarët e Gjermanisë? Se ja, Danja s'ka votuar. Po besoj që ka votuar në primer postë, nuk ka votuar? Jo, nuk ka votuar. Jo. Bashorti im thotë ka votuar, thotë. Unë jo thotë. Nuk ka votuar, thotë çat votoja, thotë për këtë votoja. E kuptoni ta thotë ta kaput komplet moralin ta çon fund këmbëve Danja. Jo, unë fakt të jemi sinqert, mendoj diçka tjetër, nëse ka pasur për herë të parë, domethënë një parti ose një alternativë tjetër për këtë votor ishin këto zgjedhje, pra kemi pasur një polarizim ekstrem të politikës shqiptare për 34 vite, kemi pasur edhe parti të vogla në vitet e mëparshme, por të cilat në një farë kuptimi nuk është se kanë paraqitur ndonjë vlerë të madhe morale apo politike, por në këto zgjedhje kemi disa parti të reja, disa djem të rinj, të cilat... A dhe thuaj Danjës po? Jo, pra, ne po diskutojmë të cilat... Unë jam pro, unë ju thash që jam pro, por të cilat dhe këto zgjedhje... Ta ekziston mundësia që partitë e vogla të jenë nisur në parlament dhe të më përfaqësojnë, kjo është e gjithë. Ajo do deputet, përfaqësim, do thënë, është drejt kjo për ju që Danja thotë se diskutuan pak më parë. Domethënë, do ishte gjë e mirë që ne, komuniteti ynë në Gjermani, të nxitej 1 apo 2 deputet përfaqësia jonë. Ky është një diskutim tjetër për sa i përket votës diasporës. Pra, vota ajo që tha dhe ju pak më parë, vota e diasporës do duhet të nxirrte një numër saktuar deputetësh, pra mos të ishte 20-30 që pra, mos të ishte në gjithë Shqipërinë, pra, po apo të kishte kështu siç u bë. Ky është diskutim tjetër, por edhe këto kushte ku bë, them, është pra pozitive, është u bë për herë të parë, e tha dhe pak më parë, ju dëgjova që thatë në zgjedhjet e ardhshme sigurisht do ketë nevojë për përmirësime, sepse dita sot për shembull ka pasur shumë probleme me votën familjare apo me votën e filmuar, ndërkohë që diaspora gjatë kësaj kohe ne kemi parë video në TikTok, video në rrjetet sociale, të cilat jo, në një farë kuptimi u banalizua pak ai proces, kështu që ka gjithmonë vend për përmirësim, por do kthehesha tek ajo që nuk mund të vijojmë gjithkohon me idenë që s'kemi alternativë, s'kemi përfaqësim. Këto ishin zgjedhjet që
po të beheshin të gjithë në një mendje, unë kam qenë kritik ndaj partive të reja për sa i takon atyre që ato nuk u bën së bashku. Vetëm kërkoj ndjes, ti javi mundësi Danjes të thotë diçka në fund edhe ta përcjellim se për të votuar nuk ka votuar. Vetëm do deputet patjetër, e kupton çka kërkesash ka. Danja, na thuaj diçka për ta përmbyllur këtë daljen tënde mbas kaq vitesh për politikë dhe për lajme dhe u thuaj atyre te shkolla ku jep mësim që unë u riktheva përsëri te gazetaria, por në Shqipëri. Landi, unë të përshëndes një herë, falenderoj jashtëmase për ftesën në emisionin tënd. Më bëhet vërtet qefi që ti e shikon me kaq, domethënë me kaq rëndësi pjesën e një vote të vetme në diasporë. Po ti nuk je vot, ti je një opinion. Mos harro që ne kemi punuar në media, domethënë punoj në media. Ti punon ende në media, unë kam punuar për 18 vite në media. Dhe pjesa e ditës të votimit, dita e votimit për mua ka qenë një punë intensive, 24 orë dhe domethënë ka qenë kaq e vështirë koha për të limituar, domethënë për të dalë për të votuar. Më ka qelluar një herë në Francë në një rast, mezi dola nga puna, fleste një rast të gjatë dhe shkoj të votoj dhe mbyllë sepse mbaroi, aq ishte. Çe ke mësuar me këtë natyrë? Shpesh nuk është ndonjë humbje e madhe, sepse nuk është gjë e mirë që gazetar të pozicionohet politikisht diku për shembull, nuk është ndonjë. Okej, Danja, tani përpara se të themi mirupafshim, ma vendos çik titullin sikur do ishe drejtoreshe Ballkan Webi. Danja Bono 2 pika. Zotë, Lani më përre në një pozitë. Shpresoj një parlament që ngjyrosh. Po ç'ishe ky titull o Danja, do thosha unë. Ç'ishe ky titull o Danja tani, ke humbur instinktet Danja. I kam humbur seriozisht, i kam humbur. Danja Bono, po ta vendos unë titull. Danja Bono 2 pika, unë si gjermane dua deputetin tim në Parlamentin Shqiptar. Ashtu e lem Landi, po megjithatë unë nuk jam ende gjermane, vetëm ende shqiptare. Mi pa, gjermane në kuptimin se tani. Më bëj çeti për ftesën, seriozisht, unë do thoja titulli që do ishte dyshimet e diasporës. Kaq, sepse ose dyzimet, më fal, sepse titulli është gjithmonë në përmirësim e tipon. Dyzimet e diasporës. Po kjo është kështu therrse kjo, në fakt nuk është aq e thjeshtë. Danja, të falenderoj shumë. Sepse Landi do shtoja edhe diçka. Po, patjetër. Pjesa dërmuese e emigrantëve që kanë emigruar në Gjermani, ti e di shumë mirë që janë pjesa e viteve të fundit, e 13 viteve të fundit, dhe në cilën qeverisje kanë ikur këta shqiptarë. Ti nuk mund të kërkosh sot të votojnë duke parë rrethanat dhe duke parë aktualitetin në Shqipëri dhe kush dominon. Prandaj si mund ta kërkosh këtë votë? Prandaj është ajo pjesa dyzimi, hezitimi. E kuptoj. Danja Bono, të falenderoj shumë për bisedën e këndshme, për këtë rikthim tëndin. Unë uroj që në zgjedhjet e tjera të votosh, ta marrësh në shtetësinë e dytë atë gjermane dhe mbarësi dhe suksese ty dhe familjes tënde. Faleminderit shumë, mirupafshim. Mirupafshim.